qie. Si përgjigjesh atyre që thonë që Arlind Qori është komunist modern? Se ti pas ke pasur një histori me të prestruktuar familje dhe nuk lidhet kjo fare me... Po që, familjet në Shqipëri kanë qenë komplekse, që thash... Nga në mamas kush? Xhaxhai, do të thënë vllai i gjyshit tim. Vllai i gjyshit, çfarë ishte i arrestuar? Ka bërë 10 vjet burg. 10 vjet për tentativa rratisje. A tentativa rratisje? Ai kishte qenë i pak pas ka bërë. I arsimuar, kishte qenë i arsimuar në Itali gjatë luftës, kishte bërë një shkollë ushtarake, aso kohë, edhe pas luftës, për disa vite, ndoshta i dekadë pas luftës, e kanë kapur për tentoi ta rratisë, edhe fliste kështu vërdall. Po nga ana tjetër edhe stërgjyshi im nga mamaja ka pas damkën e kulakut edhe ka bërë disa vite burg. Pse e kanë këtë perceptimin dhe si u përgjigjesh atyre që Arlind Qori thotë është komunist modern? Po tani, familja ime, si thash, është komplekse. Ka pas edhe partizan, edhe komunist, edhe antikomunist, edhe kështu. Sigurisht që familja më ka edukuar, por nuk është se më ka dhënë idet i kanë fituar vetë, përmes leximeve, përmes jetës shoqërore. Më thonë sepse unë jam, e them hapta dhe që jam i majtë. Në një vend ku e majta është dukur komplet. Që të flasë për punëtorë, pensionistë, për njështë e varfër. Pëse në politikat e veta agresive, neoliberale është, përveç se korruptuar, dhe korrupsioni është për tejt majtës e të djathës, po duke qenë një parti që u shërben oligarkisë, ka ullë taksat për më të pasurit, e kështu më radhë, është një parti që nga pipajme e programit ekonomik, është ekstremit djathë. Më thoni mua një kryeministër ose një përfaqësues të një partie të qendrës majtë, letë majtë, në Evropë që krenohet që në vend në vetë nuk ka sindikata. Zoti Rama e ka bërë këtë gjë, e ka bërë disa herë. Këtu se ka fajnë kryeministri. Këtu e kanë fajnë ata që s'krijon sindikata. Fajnë kryeministri e ka se kuadri institucional dhe ligjor në Shqipëri nuk i ndihmon punëtorët. Ai që do të protestojë Arlind, bota ka parë përmbysje gjigante dhe kjo Shqipëria jonë. Kështu që nëse do Arlind Qori dhe Roland Qafoku dhe të tjerë që dalin të protestojnë. Protestojnë, të bëjnë sindikat. Po të bëjnë sindikat. E di çfarë ndodh? Se na ka ndodhur. Të heqin nga puna të nesërme. Disa kryetarë sindikatash të reja që janë formuar në Shqipëri, me ndihmën tonë vitet e shkuara, të nesërme janë hequr nga puna. Nga minatorët në Bulqiz, te punëtorët e call centerit, te punëtorët e fasonerisë. Prandaj po them, në Shqipëri nuk respektohet kodi i punës. Fare, është ligji më i shkelur. Në këtë kuptim. Si përgjigjesh kur thot zoti Rama që të bën atë ka ca qorrë aty thotë ai? Po më vjen keq sepse zoti Rama, pavarësisht se unë nuk kam asnjë mendim pozitiv për të, nuk përfaqëson vetëm veten e vet. Sa kohë është kryeministër, përfaqëson fatkeqësisht, po e përfaqëson shtetin shqiptar apo jo. E nëse i pari ekzekutivit, edhe njeriu më i pushtetshëm i vendit, ja lejon vetes të flas pa edukat, të stigmatizoj tjetrin për syzet që mban, më kupton? Është turp i madh. Është turp i madh për vendin tonë, për shoqërinë tonë që të ketë një kryeministër kaq të pakdhendur, edhe kaq vulgar, banal. Ti e ke mbiemrin se Nofka kam dhe vetëm, ti e ke mbiemrin për të trashëguar nga miopia. Po ndoshta, po ti je miop? Tani unë kam syze tani, kam strabizëm këtë e di. Sa plus apo minus? 1.25. 1.25 sipas ka fare ti. Unë kam 2. Janë 2 këto. Po edhe të thon ty qor jam unë. Ore, po ne qorra jemi shumë në këtë vend edhe jemi erhatsu si jemi. Problemi është që unë e ti mund të bëjmë shaka me këtë gjë se fundja nuk përfaqësojmë shumë çka në këtë vend ende. Por zoti Rama është kryeministri i vendit, më kupton? Edhe unë kam bërë edhe një lloj paralelizmi, kam thënë, shiko, fëmijët, se unë si fëmijë kam vuajtur, si fëmijët stigmatizojnë njëri tjetrin, ëh. Se të thoshin qorrë i vogël? Patjetër. Të thoshin më? Po patjetër. Po gjithë kanë thënë se është problem. Po edhe tani u thon. Edhe mua e kishte bullizëm këtë, e kishte. Kohën tonë bullizmi ka qenë komplet normal. Gjithë bullizonin, gjithë kanë përshtypje kështu. Dikush për syze, dikush për gjë tjetër. Mirë, po sot ky është problemi i madh. Shumë fëmijë vuajnë bullizmin. Dhe mua më vjen keq që kryeministri i vendit, duke përdorur një gjuhë të tillë, u bëhet krah bullizuesve nëpër shkolla. Biles, unë kam bërë dhe i paralelizëm se me sa di edhe i biri i zotit Rama ka të njëjtin hall si unë, domethënë, është me syze dhe besoj do të ketë psuar. Po me syze jemi terrore, çfarë? Do të ketë psuar i ziu një lloj si unë bullizimin, edhe ka vajt ndarkën në shtëpi dhe ka parë jatin e vet që të njëjtën gjë që ai bullizuesin klas i thot atij, jati vet i thot një rival i tij politik. Nuk më duket e hishme. Dhe në përgjithësi, unë mendoj që zoti Rama përveç një politikan i korruptuar dhe në shërbim të oligarkisë është dhe një njeri pa etik. Se kemi vërtetuar këtë që është i korruptuar, se e di drejtësia këtë. Po tani drejtësia të vë prangat, po që është i korruptuar, që është i pari një vendi ku korrupsioni është galopant. Është votuar. Ore votoi njerëzit.
Edhe Hitleri është votuar, por nuk thua dot nuk vrau miliona njerëz me që u votua. Jo, Hitleri është votuar ashtu si është votuar, dimë, ai themeloi diktaturën, pastaj. Po e themeloi pasi e votuar. Shiko, është histori tjetër se ti je mirë në histori, tani por mos bëjmë këtë. Tani me shumë të drejtë thek këtë çështjen e bullizimit politik e tjera, por më ngasmova me këtë. Unë do të kërkoja regjis që është një që më bëri përshtypje dhe unë nuk e dija që ishte e partisë tënde, unë e dija se ishte e PD-s. Dhe ka thënë Belind Kılliç në atë karrike dhe e kam ngatruar. Në fakt ajo më thonë stafi im që ishte e lëvizjes bashkë. Kur është arrestuar Erion Veliaj, një vajzë nga partia jote ka hapur shampanjën. A është normale kjo? Ju lutem rigjen nëse është e mundur, është e mundur? Është e mundur. Po më e di unë e kam parë. Jo, që ta shoqërojmë. E kemi? Nuk e kemi për drejtat e autorit. Kupton ti? E më ta them unë më? Po, si është? A është normale kjo? Tani gëzohesh se u arrestuar Erion Veliaj? Po që sigurisht shampanja do të qenë shumë e lirë, pa diskutim. Prap shampanja është, Po është një gest gëzimi për të thënë që më në fund një nga njerëzit më të korruptuar në Shqipëri po merr atë që meriton. Dhe ti gëzohesh që ai ishte në qeli? Pa diskutim. Unë po gëzohem, nuk e ndan dot pjesën humane me pjesën e politikanit. Unë nuk uroj që Zoti, unë nuk uroj, një sekond, unë nuk gëzohem ose nuk uroj që Zotin Veliaj ta dhunojnë në burg, më kupton? Unë duaj që Zotit Veliaj t'i respektojnë të gjitha drejtat në burg, aty ku i takon tjetë. Pra ne gëzohemi se po vendoset drejtësi. Nuk gëzohemi se Zoti Veliaj për shembull i hyri gardiani brenda edhe e lidhi kokë këm, më kupton? Pra ne gëzohemi që po vendoset drejtësi. Dhe që Shqipërit vendoset drejtësi do të thotë që të korruptuarit të flenë natën në burg, edhe ditën madje të rrinë në burg. Dhe kjo është pjesë e të drejtës. Ne nuk gëzohemi si dikush u rra, nuk gëzohemi si dikush u vra, se këto janë paligjshme dhe të padrejta. Ama që një njeri korruptuar që ka shkatruar me planë urbanistike qytetin tonë, po shkon drejt burgut, tani është para burgim, po shkon drejt burgut, edhe mua më gëzon. Unë s'kam hapur shampanjë, mund kem bërë një deklarat, por çfarë i the asaj vajzës? S'kam thënë asgjë më. Çfarë i them? Vajza është zonjë dhe quhet Mirela Ruko, është sekretare organizative. Se duhet shëre, prandaj thash unë vajzë. Po është ja 30 ca vite. Në Shqipëri 28 vjeç janë bërë kryeministër ata që pastaj kanë vjedhur vendin. Jo, kryeministër në Shqipëri me zë u bë 27 për atë punë, po do thënë dhe Kosaq Kote u bë 28 dhe pastaj u bë 29 Ilir Meta dhe Pandeli Majko. Por jo, më dukesh mere, nëse është aq, kërkoj ndjes, por nuk e njeh. Do ta njihnin parlamentin e ardhshëm. E sigurt? E sigurt. Sa vota mendoj që do marrësh? Më fal, sa mandate mendoj që do marrësh? Nuk e di sa mandate mendoj që do marr. Unë di që ne do dalim shumë më mirë se në 2023. Se si kjo do shpërndahet të mandate varet shumë nga sistemi zgjedhor. 30 sekonda këtu e mbyll me çdo kandidat, mesazhin tënd për zgjedhësit tuaj. Të nderuar bashkëqytetar, unë nuk do ju kërkoj votën për lëvizjen bashk, unë do ju kërkoj që të mendoni shumë përpara se të votoni. Mendoni për të mirën tuaj, mendoni për të mirën e familjes tuaj, mendoni për të mirën e komunitetit dhe të vendit tuaj. Dhe mos mendoni vetëm të mirën e një dite mbas votimit, po për të mirën e një viti, e një dekade, madje disa dekadave mbas votimit. Qofse votoni me ndërgjegje, besoj që herët avon me një pjesë prej jush do t'i bijem në një mendje se alternativa e duhur për vendin tonë është lëvizja bashkë.